televizjeve shlirimtare, vend patriotësh trima e të shquat. Në qendër, monumenti ushtarit spanjoll rënë për independencën e Shqipërisë. Gjinokastra, në malet e jugut. Këtu ka lerë dhe ka kaluar poshnjërinë e tij Enver Hoxha, udhëheqësi i popullit shqiptar. Durrësi, një nga skelat më të mira të Adriatikut. Hitlerianët, duke u tërhequr, e kanë çkarësor të tregtisë jashtme të Shqipërisë. Ata i kanë hedhur nerë molet dhe bankinat, kanë mbytur shumë vapore dhe varka. Pallati Veror i ish mbretit Zok. Tani ky pallat është bërë qendër konvalescence për partizanët dhe ushtarët e luftës shlirimtare. Shkodra, qendra kryesore e Shqipërisë së Veriut. Këtu shumë gra mbajnë akoma terrexhenë, ndërsa në jug terrexheja gati ishte zhdukur. Në krajinat e Shqipërisë së Veriut, jeta ka mbetur patriarkale. Prej kohësh, kleri katolik ka ushtruar influencën e tij në Shqipërinë e Veriut. Këtu gjenden jezuitë franceskanë. Një shkollë katolike në Shkodër. Ditën e pazarit, katundarët zpresin që nga katundet e malfritë në tregun e qytetit. Këtu gjendet çdo gjë që prodhon toka shqiptare. Në treg, ata mësojnë lajmet e fundit. Katundet shqiptare prodhojnë shumë artikuj të artizanatit. Liria e independencë. Ndërmale gjendet vazhda e pambaruar e këtyre përpjekjeve. Këto portesa kanë qenë ndërtuar dikur prej Skënderbeut, herojt kombëtar të Shqipërisë. Dhe në këta mure të vjetër, shqiptarët të udhëhequr prej tij kanë korrur fitore të shkëlqyera kundër ordinëve turke.
Qyteti i vjetër i Butrintos ka qenë themeluar 4 shekuj para Krishtit prej Pellaste, të vyshit e shqitarëve. Më vonë, Julius Cezari ngriti këtu një qytet dhe një këshiell të re si kryeur romane mbi bregdetin ballkanik të Adriatikut. Butrintoa u mbulua nga lava e një vulkani. Tani vonë, më 1938, arkeologët zbuluan gërmadhat e këtij qyteti të vjetër. Janë nxjerrë nga gërmimet statute mermeri dhe të vjetra skulpture. Një teatr roman. Në të mund të zgjidhën një numër i madh spektatorësh që shkonin për të duar trofitur aktorët dhe poetët që celebronin madhështinë e Romës. Këto gërmadha që duken janë në kohë të kohës së tanishme. Hitlerianët e kanë shkatruar fare qytetin e bukur të Leskovikut. Metodat gjermane të shkatrimit kanë qenë të njëjta kudo, si në rrethet e Smolenskut, ashtu dhe në qytetet e Shqipërisë. Hitlerianët kanë shkatruar qytetet e Katundet sepse populli i lirë nuk pranonte t'ju nënshtrojë, sepse mijëra shqiptar, të rinj, pleq, gra e kalamaj kishin dalë në mal. Në çdo kthes të rrugëve, duken gjurmat e sulmeve partizane mbi autokolonat gjermane, transportet dhe trupat e okupatorit. Gjatë rrugëve të Shqipërisë, varet e italianëve dhe gjermanëve si këto që duken këtu janë të shumtë. Tamam në këtë grykë u azgjësua krejt regimenti italian Lupi di Toscana, dhe ja monumenti që u ngritën italian të ushtarëve të tyre, monument për kujtonje si i shpatës dhe i turpit italisë. Po ka edhe varet të tjerë, varet glorioze të partizanëve, mbi të cilat lulet e maleve nuk do të reshtin kurrë të lulëzuarit. Fjala partizan tingëllon tani me lavdi në të gjitha anët e botës. Për të rimëkëmbur ekonominë e vendit të shkatëruar nga një luftë e gjatë dhe shumë e ashpër, duhet të shfrytëzohen të gjitha pasuritë naturale, pasuritë që okupatori grafiste sistematikisht vjetë me radhë. Gjermanë dhe italianët grafitën sa mundën duke hedhur popullin në urri dhe mizeri. Në Shqipëri gjendet një material që përmban deri 50% krom të pastër dhe shtresat e cilit ndërmale janë të pashkërueshme. Këtu, cimentu është një kualiteti shumë të mirë. Nevojitet mjaft në një vend si Shqipëria ku punohet shumë për ndërtim. Tera e Shqipërisë është më e mira në botë. Me këto lloj tere janë shtruar rrugët e Parisit. Pyjet e veriut mund të furnizojnë